Na jem konë 7 antar, po për ata nuk u ka problem. Nëse ishëm konë dhe 15-20, ata neve nuk na kishin këthy mrapsht. Mas pari jem konë në familjen e Agjezdël, po aj me vullnetin edhe me zemër gjersin e vetë që ka pos, na ka lëshu komplet shpinë. Prej asoj familje, në familjen tjetër që është familja e Selame Zhokut edhe Natmir Zhokut. Unë e mëj me të thonë që nashta pjesa ma e mire e jetës tenë është koha që e kom kalu në Macedoni, edhe mi këpritja u konë dishka që s'munesh na si familje nuk mujna kur, edhe nëse mundohemi me kapacitetin më të madh që e kemi me i prit në qatë formë që na kanë prit. Ata, jo veç neve personalisht, po edhe ata këshit që i kemë posë rrethit, edhe pjesën tjetër të kosovarëve që janë konë në Strugë edhe në Dologusht, kujtohet që u konë diçka mbreslamse edhe jem falenderu së ton jetën. Në Blac, kur kemi zbrit, ka qenë shumë ftëft. Edhe kemë qëndru nashta atë 3-4 orë, 5 orë, 6 orë. E di që na kanë prushqen, kemi hongër. Na nuk e kemë pos fatin e kosovarëve tjerë që ka nejt me ditë, edhe kanë pos uri, edhe nashta edhe ka pos kushte ekstreme. Na e kemë pos fatin që 3-4 orë, se jem kopej trenave të parë, që janë bardë, nashta të parë ose dytë. Edhe atë 3 orë nëse zgaboj, jem shkip. Na kanë hypna për autobusa edhe na kanë drejtuna për qendrat për me na strehu edhe me vazhdu pjesën tjetër tjetës. Atë nuk ka pos limite. Më kujtohet kemi shku në Strugë, pe Strugës, prap na kanë dërgu për në Dologusht. Edhe na kanë thonë që kjo pjesë është ku ju duheni mu strehu, ka familje vullnetare që janë të interesume shumë për me ju marë, me ju strehu. Na jem konë 7 antar, po për ata nuk u ka problem. Nëse ishëm konë dhe 15-20, ata neve nuk na kishin këthy mrapsht. Mas pari jem konë në familjen e Agjezdël, edhe mbi emrin e kanë pos Zhoku, janë konë bashkë Dologusht. Aty jem strehu, edhe kem pos fatin me konë me një shtëpi që nashta dikush në ondra nuk e përjeten. U konë një shtëpi shumë e mirë e djallit të Agjezdël që ai u konë të jetu në Amerikë, edhe kur i ka tregu prindi vetë që po dënë me strehu një familje prej Kosovës se ka nikë prej luftës edhe po dojna me rehabilitu në vendin tonë, familjen tonë, ai ka shprej dëshiren që mos me nejt na për naj garazh, naj shtëpi, ose me naj dhumë, me konë që me thonë veç natë shtatit në qatë pisë. Po ai me vullnetin edhe me zemër gjersin e vetë që ka pos, na ka lëshu komplet shpinë. Agjezdël tash ka ndru jetë, ai na ka pranu edhe na ka mojti në shtëpi. Tani kemi kalu prej asoj familje në familjen tjetër që është familja e Selame Zhokut edhe Natmir Zhokut. Selamia është doktor, internist shumë i furt në spitalin e Strugës. Natmir është drejtër i shkollës në Dologusht, ku e kemi kry klasën e parë. Edhe kena pos fatin që gjithmonë kemi qenë familje shkollume edhe na kanë përkroshëm. Me neve janë marrë, do me thonë, jo veç familja Agjezdël, po janë marrë edhe komplet fshati. Jem konë shumë familje prej Kosovës në Dologusht. Tash kam fatin edhe kam shok që do me thonë i kom pos atje në shkollë, edhe prap i moj kontaktet edhe vazhdej me konë shok edhe këtë, do me thonë prej asoj mushe. Aty kem nejt tani disa muj, kena vazhdu jetë në normalitet, krejt jena kona për shkolla, krejt jena konë sistemun, mutrat, vlau, babi, nona, do me thonë, jemi konë sikur me pas lind edhe me urrit aty. Kudo që jena shku, e kena pos një përkraje prej banurëve të fshatit, që i përket vesh mbathjes, as nuk diskutohet. Do me thonë kem pos aty që
nuk e kem ditë as prej kuj kanë ardhur çdo ditë. Sjellja e njerëzve aty me neve edhe trajtimet që na i kanë bërë janë konë diçka fenomenale, edhe na e kujtojmë si pjesën më të mirë të jetës.